tjera që kemi. Tash nuk e di sa e dini edhe sa informata keni kur është pyetja privatizimi, që është keqja më e madhe për komunitetin bosnjak. Posaçërisht në rajonin e Zhrupës, banorët e Zhrupës e kanë shumë problem me privatizimin. Nuk e di a keni përcjell, na kemi pas jo na, komuniteti bosnjak, komuniteti që jetojnë në Zhrupë kanë pas edhe disa protestet se për një me kemi një problem që është shumë i madh, na kërkojmë, na si bakat, kemi bloku do proceses për privatizimin, po nuk është deri në fund se në kohën e fundit Agencioni për privatizim e ka qitë në shitje vende që janë më të mira që mundet me dëmtu komunitetin bosnjak që jetojnë nalt, se kjo është për ne mas komunën e Reçanit, privatizimi është numër 1, edhe na kemi kërkuar edhe sot, edhe do të kërkojmë, do të thotë bllokimi i privatizimit në këtë pjesë. E qartë, çysh janë gjasat për votën tuaj më 15 prill, kur konstituohet kuvendi? A keni ende qëndrim të prerë? Po, na nuk kemi vijat e kuq, unë mendoj që mundeni me kuptu ato që kom dash me tonë. E qartë dhe nëse nuk ka një shumicë parlamentare për lëvizjen vetëvendosje, a keni vot për, ose a jeni të hapur për diskutime me mandatarin e dytë në këtë rast? Që kom thonë në fillim, do thot na jemi koalicion, jemi prej 2 partive, një meselin që është në Prizren, dyta është në Dragash. Edhe për takimi sot me që kemi pas me kryeministrin, na kemi pas mbledhje, kemi marrë vendim edhe kemi taku kryeministrin. Qashtu edhe për opcioni 2 që shkeni përmend ju, na kena me pas si koalicion mbledhje edhe kena me marrë vendim. E qartë, Demirit falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në Kompas. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë, do ta vazhdojmë diskutimin për çështjet ose kushtet ose kërkesat e partive të pakicave që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, e kam tashmë në studio zotrin Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Mirë se erdhën në Kompas. Mirë se u zgjetarës. Faleminderit shumë për mundësinë. A keni edhe ju këso kushte, jo kërkesa apo kushte me cilat e varni votën tuaj më 15 prill, por edhe në seancën kur votohet kabineti qeveritar? Në fakt, e kam përshtypjen që ky diskursi publik i diskutimit, kushte, gjona, po e konsideroj që është këgja e pa drejt ndaj nesh për faktin që ne jemi parti politike, cilat e kemi qëllimin tomë se kemi themelu parti, kemi hynë në zgjedhje, do më thonë është qëllim që me mrije dhe me marë pushtet edhe me mri një qëllim caktum. Në rastin tim, unë përfaqësoj komunitetin egjiptian, edhe jam partije cila veproj që nga viti 2014. Përvoja ime dhe njohuritë e mia në demokracinë parlamentare në